Rruga që të çon drejt rezervuarit të Shtodrit në Myselim ndollet në gjendje të rënduar. Banorët thonë se sa herë ka rreshi shiu rruga mbulot nga uji duke bërë të vështirë lëvizjen për këmbësorët dhe automjetet. Ata shprehen të shqetësuar për situatën, duke theksuar se bëhet fjalë për një zonë turistike dhe se paguajnë rregullisht taksat vendore. Qysh në kohën e sistemit komunist, bile dhe atëherë jo, qysh kur e nërtu rezervuari i Shtodrit, me i falë mësi është bo nërtimi edhe kanik, alo sot e kësaj dite një lopat zhëvar nuk ka hedhë këtë rrugë. Në dim që jena katastrofë. Këtu me ne, ku jena në sot në këtë rrugë, mund tjetë edhe zonë, jo mund tjetë, pa është edhe zonë turistike, që vinë gjithë vere njërës këtu, mu është të plot, po ku të vinë në këtë rrugë, këtë katastrofë? Jena të diskriminum. Në thonë, hajde dhe pagu edhe taksën vendore. Taksë vendore s'kam. As ujë, dhe energjire ka marrën. As ujë, as rrugë, as pastrim gjelbrim, dhe as një gjë si kënë mi tu. Ne jena të diskriminum 11 familjes jena këtu. As ambulanca nuk vinë deri te kjo rruga. Vinë deri aty kthehen mrapa. Me keni njeri smush sin ambulanca këtina. Arsyeja është rruga. Fëmijët s'kena se mi çu shkollë. Se mi çu fëmijë shkollë se rruga det, ma shumë ka ujë këtë se të Shtodri. E para, kur vinë për punën e votave, na kërkojnë votat masani na lajnë rrugën mas doret. Na dana i këtë rrugë, se jena familjar, jena tonë të shpija këtu. Vetëm për i këtë rrugë, me na bro rrugën, as i gjanë tjetër, na s'kena fondet shtërmë rrugat gjithkun. Shteti na kalon mas doret. Përveç rrugës, ata vënë në duke se zona ka edhe probleme me energjinë elektrike, një tjetër shqetësim janë mbetjet që hillen në zonë për shkak të mungesës së kontinierëve. Sot kanë pru energjinë elektrike, deri te Varrezat, për 300 metrë, burokracia, nuk ka ardhë, 11 familje e në diskriminu prep pësët, si s'kena energji elektrike, vesh për forcat tona. Sot jena të lidhën, vetëm me forcat tona, nga shteti këna maru. A ka gjë më turp në botë, qëhet familjari parë të zorit, delim hadhë me të rinat në antë rrugës, unë kaloj gjithë ditë, me fëmi, me plak, me të madhë, me të vogël. Po, edhe një 20 familje jona në në mrapa, jena gati 30-40 shpija më shok. Me të rina na vini to, marrëm smunje më shok, për zotin, kosha me të rinave s'kena. Banorët i bëjnë apel institucioneve përgjegjëse për ndërhyrje urgjente, duke theksuar se përmirësimi i infrastrukturës është i domosdoshëm, ndërsa kërkojnë të merren masa për menaxhimin e mbetjeve në këtë zonë.